bëj një pyetje arbërit, po që është më shumë retorike. Po ta bëj kështu si muhabet rrugë, për të jetë më e kuptueshme. Kush ka më shumë muhabet me administratën Trump? Spaku apo Rama me qeverinë e tij? Me qeverinë e tij dhe jo me administratën Trump, Dash, Pje Bardh. Po. Kush ka më shumë muhabet nga pala administrata amerikane Berishën e dim që s'ka fare muhabet. Ja ta them. Tani nga këta të dy, kush ka më shumë muhabet? Do mendimin tim. Rama apo Spaku me atë? Do mendimin tim. Atëherë, ja do më lej Redi 2 minuta analizë. Të dyja janë produkte të Spakut apo jo? Urdhëron? Të dyja janë produkte të Sorosit. Dhe Spaku është produkti Sorosit, madje Antony Blinken e ka shpallur kampion të antikorrupsionit ish Kreon Altin Dumani. Rama gjithashtu është produkti i Sorosit, se dihet lidhja etj. Tani janë të dy produkte të Sorosit. Kush ka më shumë vlerë? Ai që jep më shumë. Dhe besoj ai që jep më shumë. Nuk është produkti i Sorosit. Është ekzekutivi, sepse ti jep Sazanin. Spaku s'ti pas një gjë miku im. Po Spaku është mendoj unë. Dhe një njeri që është marrë me real estate, me prona të patundshme, dhe është biznesmen, qartazi besoj e ka të qartë nga do të anoj peshoren. Qoftë unë e kapuar. Është armik i administratës Trump. Po ku e ke parë? Ai më jep dorën sot në shtëpinë e bardhë. Armiku nuk puthet ato Poli. Armiku nuk puthet në faqe o Poli. Tani leri këto, me Soros. Kemi qeverinë shqiptare. Ta bëj analizën, janë dy Sorosian përballë. Njëri që të jep diçka, njëri që të jep asgjë. Ta dëgjojmë, Arbër, ta dëgjojmë. Por është shumë e thjeshtë, po leri këto Soros pas leri bishtat. Po se them unë mo. Është e vërtet. Antony Blinken, armik i popullit, i ka dhënë Altin Dumanit çmimin në departamentin e shtetit. O Poli, unë jam prore çmimit. Më kupto? Jam pro çmimit. Ka më shumë akses, o zotri. Ka më shumë qef administrata Trump. Po ta bëra më. Kush ka interesin më të madh? Ta thash. Po thuaj më emrin. Ta thash more, ekzekutivin mor zotri, se ekzekutivi të jep ke ishullin e Sazanit mor zotri. Po. Po se them unë, e thon ata vet. Ka ardhur bija e tij, një nga njerëzit më të rëndësishëm të Trump, ka darkuar me kryeministrin e Shqipërisë, hiqe emrin kush është. Tani ti më thua mua që mes kësaj që është një interes direkt dhe diçka tjetër që është një interes shumë indirekt, ai zgjedh interesin indirekt, po tallesh me mua besoj. Poli, po pse flasim për një biznesmen dhe për një politikan atipik. Ama me këto ëndra, me këto po. Pa të duket ëndër. S'të duket realitet këto që thash unë. Poli, do të thonë këto janë ëndra. Poli, se unë po shoh orën. Po, faleminderit. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Djesë majta më shumë se të premtova. Ciao. Avokat, si e shikon këtë vizitën e zotit Rama në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, takimin me Donald Trump, çfarë mendon se si lexohet politikisht kjo nga shqiptarët dhe çfarë pasojash do të prodhoj kjo për fjala vjen për Spakun, se Poli e kapi mirë. Tani, ky bordi i paqes normalisht edhe unë besoj këtu që ka një konotacion tjetër, fshihet diçka tjetër. Besoj që kërkon të bivendoset absolutisht OKB-s, është e padiskutueshme kjo dhe duket tashmë. Por nëse do ta marrim më shumë simbolike edhe po themi të paktën përfaqësimi i Shqipërisë aty, duke qenë se mungojnë liderët kryesorë minimalisht Bashkimit Evropian. Po. Aty madje as Meloni nuk është, nuk po merren fare, po marr Melonin, po të kemi parasysh qasjen që ka dhe kryeministri në lidhje me marrëdhëniet interpersonale ka krijuar me disa lider fatikisht në Bashkimin Evropian. Kështu që për momentin është thjesht simbolike dhe deri diku Shtetet e Bashkuara i duhen numrat. Pra, pa hyrë themeli, pa hyrë, po themi, peshë specifike të atyre vendeve që janë. I duhet numra. Ka shtete që e kanë përkrahur tashmë këtë iniciativë për krijimin e këtij bordi, po themi të paqes, siç quhet sot. Po. Normalisht për konfliktet siç është Gaza apo dhe konfliktet tjera që kanë nëpër botë. Minimalisht, nëse duke bërë analizë shumë të thjeshtë në prima facie, pa shkuar shumë dhe pa u thelluar, hedh poshtë atë narrativën ose retorikën që ka pasur opozita deri tani që
pasi u arrestua Maduro, shumë shpejt radhën e ka Edi Rama, do ta marrim me helikopter, këta mënyrat e veta në kryeministri, sot nesër etj. Kjo tregon që nuk është kjo. Madje, qyshte vizitën e vajzës së presidentit amerikan, besoj që gjithë do ta kishin kuptuar që nëse do ishte pikërisht kjo lloj marrëdhënie, kaq e tensionuar dhe kaq problematike, armiqësore, quhet se doni etj. Në mënyrë absolute nuk ka njeri që besoj që vajza e presidentit amerikan të vide minimalisht nuk do të kishte takuar. Minimalisht. Nuk ndodhi kjo. Pam ato fotot madje të dirigjuara deri diku me i PR të jashtëzakonshëm të kryeministit dhe jo vetëm, që nuk ishte një gjë të tillë. Tani, nëse ne do ecim pas këtyre retorika, nuk bëjmë asgjë. Dhe tashmë hidhet poshtë edhe i, po themi, aludimi tjetër që nuk e kalon dot oqeanin, ja që dhe oqeanin e kaloi. E kaloi edhe pastaj ka shkuar dhe atje, takon edhe Trump etj. Që marrëdhëniet nuk janë roz midis kësaj majorancë ose midis Edi Ramës edhe administratës Trump, kjo është e padiskutueshme. Po edhe që të jenë në atë nivel aq të zi sa që bën opozita, edhe kjo nuk është e vërtetë. Jo, ai rikuperoi ideja. Pra, ai rikuperoi raportet ndërkombëtare nuk janë strikte. PR-i pa ka rikuperuar nuk. Por ka dhe një gjë, çaja më lidhe një gjë. Kjo tregon që nuk është një administratë amerikane, ashtu siç thoshte Poli, që është orientuar drejt vlerave 100% që lidhen me çështjet që kanë të bëjnë me demokracinë. E kanë thënë ata, ne nuk merremi më me strategji që vijnë nga think tanke, nga OJQ dhe të imponojnë vendeve të caktuara. Mirë do ishte sportin e demokracisë. Pra, nuk merremi më me këtë gjë. Nëse do jetë e tillë, aq më mirë. Nëse nuk është, ne do vazhdojmë bashkëpunimin dhe interesi amerikan, i biznesit amerikan prevalon mbi gjithçka. Kjo ka qenë apo jo? Pak a shumë doktrina e re. Sepse ka dhe i problem, ka dhe i narrativ. Dhe sepse po të ishte një administratë tjetër, më ja mbarova, nuk kishte shansin të ishin disa liderë atje që nga kjo, nga administratat të mbarshme amerikane, po të shikosh Aliyev, lider të tjerë, të cilët janë konsideruar totalisht totalitar. Madje administrata e kaluar, administrata e kaluar amerikane dhe presidentin e Argjentinës që shikonin cep, që mbahet si një nga libertarianët më të suksesshëm, edhe në teori dhe në praktik, nuk e ka kritikuar shumë, nuk do ta ftonte. Pra fakti që ai fton këta njerëz bashkë me Lukashenko po doni ju. Pra i ka vajt ftesa, është tjetër gjë se ka pranuar ai apo jo, do thotë që qasja është ndryshe. Ndryshe, po. Por ama bie dhe ajo narrativa tjetër që akoma marrëdhëniet, po themi që ka krijuar, po themi marrëdhënie institucionale në kuptimin e leadershipit. Kjo opozit me administratën Trump qëndrojnë po në ato nivele. Pra nuk është se ka, përveç se po themi disa vizita në mëngjesin e lutjeve të sponsorizuara dhe duhet falenderoj Fatmir Mediu, fatkeqësisht i dërgon atje çdo vit, nuk është se ka në diçka tjetër. Kështu disa paguajnë me qira fjala, nuk kush do më fare. Por ama, ndërsa nuk shikoj absolutisht asnjë gjë, minimalisht, madje edhe duke bërë një lobing shumë të madh, madje edhe shumë të kushtueshëm. Çfarësi ka se kush paguan. Po e vërteta është që nuk është se kemi një ndryshim, pra nuk shikojmë, pritshmëritë ishin shumë të mëdha. A është sinjal pritshmëritë shumë të mëdha dhe tashmë çfarë kemi? Kemi këtë situatë që ky zotëria, që për mendimin tim nuk e meriton fare që ti aty, po ja që është, dhe shkon dhe jep dorën. Dhe kemi këtë pjesën tjetër këtu që kjo në ngrata vazhdon, pra nuk është se ka ndonjë ndryshim. Jo. Dhe njerëzit këtë e lexojnë, pra duam apo s'duam, këtë e lexojnë dhe analizë thjesht kjo është që mund të bëhet. Pastaj pjesët e tjera se çfarë ndodh underground, në atë gjeopolitikën e jashtëzakonshme, e gjithë atyre që dalin nëpër studio apo në këto banaqe tona, kjo është histori tjetër. Unë këtë lexoj dhe kjo është ajo që ne ose më themi na kuptojnë dhe njerëzit për t'ia thënë dhe për t'ia thënë pak shkoqur. Kjo është situata. Tani, të themi që shiko se nesër do e hedhim Edi Rama etj, Edi Rama është në Amerikë. Pra ky zotëria është duke takuar Trumpin dhe ne jemi nesër do shkojmë përpara kryeministrisë do bëjmë luftë me kupton me nuk e di me Godinën. Aty do shkojmë, do diskutojmë edhe për do bëjmë luftë me Godinën, pra ky është problemi. Madje një moment zoti Trump po shkoi video, në një moment ka harruar të japi dorën një lideri, nuk e di kush ishte, dhe Rama i thotë i ka harruar këtë, ja bën me shenjë vetë jep dorën. Marsit, si e shikon këtë, si e lexon këtë moment për sa i përket fatit të kryeministrit Rama, sepse ishte krijuar perceptimi që ai shkoi në shtëpi të bardhë dhe më pas edhe u arrestua. Edhe u shkarkua nga detyra si ministër, jo është dhe imuniteti përfundoi edhe në burg. Ka edhe precedent tjerë.
të liderëve të ndryshëm që kanë shkuar në shtëpi të bardhë dhe për çështje muajsh pastaj kanë shkuar në akuzë. Vajta në shtëpinë e bardhë nuk t'jep imunitet. Dakor? Njësoj si çdo dhe nga e kundërta, ke nga ata që kanë pasur ndalim për të vajtur në shtëpinë e bardhë, siç thot lideri i Sirisë, madje të shpallur terroristë më pas për interesa politike në ndryshon konteksti. Kështu që nuk mendoj që krijon precedent si e takon Trumpi apo nëse Rama shkon ose jo në shtëpinë e bardhë ose kalon dot ose jo oqeanin. Fakti penal nuk krijohet në kontekstin nëse i hyp avion dhe shkon dot në Amerikë, dhe nëse shkon në Amerikë fshihet fakti penal, nëse nuk shkon dot në Amerikë ekziston fakti penal. Kjo është logjikë komunikimi, shkencash komunikative, gazetareske, po jo realiste. Mund të shkruaj sa duash romane, po nuk krijon perceptim, absolutisht që po. Sepse kjo karta amerikane dhe anti-amerikanit e sorosistit, anti-sorosistit është drejt shitet. Edhe është lojë shumë e bukur, po është emanacion emocional. Fatin e Spakut nuk mendoj që përcakton linjën e Spakut ose fatin e goditjeve apo gjithëve çurinë e Spakut, fakti që takon ose jo Rama Trumpin. Rama po, për shkak sepse nga formimi është artist dhe e di që verbi simbolik krijon perceptim publik. Edhe mendon që të luajë me verbin publik është në drejtën e tij, po problemi është çfarë krijon në mënyrë realistike, racionale. Se verb krijon edhe një pikturë e bukur dhe një muzikë, po kjo s'do të thotë që për shkak se ndihesh mirë nga një muzikë që dëgjon fati jo në raport me sistemin e drejtësisë ndryshon se jo. Fakti që nuk kemi asnjë deklarat nga ambasada amerikane apo zyrtar amerikan në lidhje me vendimin që Rama ka ndërmarrë. Spaku, një prokuror, për ta thënë shkurtimisht ose thjesht, në një republikë si Republika e Shqipërisë, me probleme të mëdha në fushën e korrupsionit, krimit të organizuar, nuk e bën pa një prapavi bashkëpunëtorësh amerikan ose europian, një prokuror nga Dibra ose një prokuror nga Korça që çojnë në akuzë shefa kartele që prodhojnë miliona euro ose ministra apo zëvendës kryeministra. Kështu që nuk ka nevojë të thuaj. A është akoma kjo papavi, po themun? A është akoma kjo mbështetje? Para një muaj, para pak javësh ishim në emision. Ai ishte ulur zëvendës kryeministra bashkë me zonjën e deleguar në ambasadën amerikane. Nancy Van Horn, po. A u fol kjo si një ndryshim nga rasti kur zonja Yuri Kim kur ishte me zotin Beqo Çua dhe iku nga tavolina ofenduar, këtu nuk u çua simbol, ndërkohë që ajo ke fatin politik ku po shkon. Pra këto precedent nuk vlen për vetëse, janë do të vazhdojë. Janë dopamin për militantin socialist. E njëjta gjë vlen nga ana tjetër, kur flisnin që do hiqet do ngrata doktorit, do shkojë ande, do ketë vizitë, është dopamin për militantin demokrat. Unë nuk do flas në raport si përdoret dopamina për militantët. Unë flas në fakte reale, nuk krijon asgjë. A prodhon të ardha për shtetin shqiptar ose investime? Këtu do isha interesuar. Çfarë prodhon? Ky vajte në vend e paqes se ka shumë çan entuziast, ul vend par, ja dha dorën, çfarë do bën ja, shikoni sa janë paguar dhe kështu kod një emocionalitet i shfrenuar dhe kështu shpërndarë gjithandej si çapo ndodh. Ore fal, sa para vin nga kjo? Për shtetin shqiptar? Jo, nuk. Vjen ndonjë mbështetje strategjike në lidhje me integrimin evropian, vjen ndonjë investim në fushën e sigurisë. Penalizohet integrimi evropian. Vjen ndonjë investim në fushën e sigurisë. Hyrë që kërkon ti në madje shprehu zotëria që ishte bashkë me Kalisterin. Si morët pjesë, tha zotit Balla, si morët pjesë të pranuat bordën e paqes pa u konsultuar me ne, duke qenë se doni të keni integrim evropian. Këto janë fakte reale, nuk flitet po i ndodh fati Trumpit edhe Ramës. Jo, duke qenë se ka gjithmonë vullnete politike pas atyre të drejtësisë marrësit. Po pra, vullnetet politike kanë treguar amplitudën deri më sot. Thash, goditja e Spakut vazhdon. Dhe janë goditur 8% vetëm figura të kampit majt socialist, dhe sepse janë pushtet, jo sepse ata e kanë xhampa dën. Ordo? 97%. Po, çfarë tregon kjo? Po dishte ndryshe realiteti. Do të vazhdoj po thua. Ore, shiko, ka diçka, është edhe gjë afeksioni. Mbase kur bie shi gjithë ndihemi keq, problemi është si do të reagojmë, ose do lagesh, do marrësh çadrën, mos lagesh, ose mushaman, ose do dash me dur në xhepa do lagesh. Unë flas për faktin, nuk flas se si ndihemi unë kur bie shi. Avokat, ndërkohë opozita nesër do zbres në shesh. Si e vlerëson këtë aksion opozitar? Ka të dhëna që do hapen, Berisha tha sot është misteri më i madh, ajo presim një mister të madh, nuk e zbulojmë dot aty do ndodh nesër, po si e vlerëson aksionin opozitar, si e vlerëson faktin që ende nuk ka një mbështetje të fortë qytetare kjo parti në iniciativën që ka ndërmarrë për sa i përket. Kam qenë shumë racional faktikisht në lidhje me këtë
nëse doni enturazh, po themi të atyre që ose njerëzve, mbështetësve, të cilët shkojnë në gjithë të protesta. Nuk ka pasur asnjëherë Partia Demokratike problem që kur i bie bilbilit, fatikisht antarët, simpatizantët, mbështetësit, po themi ata që cilët janë të jashtëm, të jenë aty në shesh dhe të përgjigjen zot Berisha për protestë. Madje nëse doni, protestat e jashtëzakonshme ka bërë edhe Lulzim Basha. Po, në Kujtojmë protestat e 2019. 2021 apo dhe më përpara, qoftë edhe 2017 pavarësisht se po vendohet në atë marrëveshje e trushme. Por ka pasur gjithmonë protesta. Problemi nuk është këtu, nuk mund t'i bësh të protesta çdo javë, çdo ditë, nuk rrezon dot qeverinë. Sepse në këto protesta janë antarët e partisë, janë militantët partjak, të cilët janë aty në një protestë kombëtare me organizimin që ka partia, seksione, grup seksione, degët, vinë Tiranë, kjo është një vërtet. pjesë janë Tiranë dhe kemi atë numër. Nuk du të merrem me numrat sepse gjithmonë biem në grackën e numrat, 5.000, 10.000, 20.000, e kupton. Disa televizione e kapin nga sipër pa filluar akoma, duke se 1.000 vetë. Është bërë 3.000, rutinë. pastaj kanë dhe këto efektet, po themi të kamerës që i kapin nga kjo pjesa, po themi horizontale, që duke sikur janë 100.000. Po nuk ka rëndësi kjo. Problemi është brenda kësaj fashe ka qytetarë të thjesht, të cilët e ndjejnë që duhet dalin të protestojnë aty, sepse kjo qeveri e ka mbushur kupën dhe duhet domosdoshmërisht të çohet në shtëpi. Njerëz të cilët janë të pakënaqur, njerëz që kanë një revolt për brenda. Tani këto kryengritjet e këto gjërat janë pralla, nuk kanë lidhje fare. Këto janë thjesht për të kërkuar dhe për të pasur sa më shumë masivizim e tjera, por nuk kanë lidhje fare me realitetin. Pra nuk rrezohet Rama në këtë mënyrë. Ajo që unë shikoj Çfarë po bën Partia Demokratike? Po. Pse ndodh kjo? Vazhdon akoma, për mendimin tim, zoti Berisha, në 2021 mbrapa, që të evidentoj që ai është lider i partisë. Pra këta janë protesta, por të sankcionuar që leadershipi i takon vetëm atij dhe nuk ka askush tjetër. I opozitës. Për të forcuar radhët brenda opozitës. Pra, për të qenë dhe për të treguar që atë askush nuk e zëvendëson. Është ai që ka domenin e kësaj opozite dhe të Partisë Demokratike. Vazhdon për të treguar dhe këtë e bën në mënyrën më të mirë. Vazhdon dhe del i pari, pra është gjithmonë fitues, po themi brenda opozitës për qenë ai lideri i kësaj opozite. Brenda PD-s për qenë lideri i kësaj PD-je. Dhe besoj që kjo do shkojë shumë gjatë. Pra nuk është se këto protesta bëhen sepse do rrezon qeverinë, nuk e rrezon dot më zot. Kështu nuk e rrezon dot qeverinë. Qeveri teknike, nga kush? Kush do ta jap qeveri teknike? Pse do ta jap? Çfarë ka që do të jap qeveri teknike? Më thuaj. Do të më jap diçka. Sidomos që kemi thënë të thënë kur ti nuk ke asnjë lloj mbështetje dhe kjo nuk artikulohet kurrë as në ato biseda qoftë edhe jashtë se listë PD-s me faktorë ndërkombëtar, me një ambasador, ku jo keni dëgjuar ndonjë diçka që minimalisht ka një gjë shumë të rëndësishme. Sepse unë personalisht nuk është se shoh një ndryshim në kuptimin e qasjes. Po themi të mënyrës se si bëhet retorika politike në këtë vend nga opozita. Që ku ishte zoti Basha edhe tani me zoti Berisha. Madje po atëherë kishim një ndryshim tjetër, që minimalisht me faktorin ndërkombëtar kishim një komunikim të jashtëzakonshëm. Ose minimalisht ti nëse kishe shqetësim si opozit, qoftë edhe për të ndryshimin e kodit procedurës penale të Kineni, ti mund të shkoje dhe mund të bëje takime me ambasadorin e Britanisë Madhe, qoftë edhe me të ngarkuar me punë Van Horn, me të gjithë ambasadorët e Bashkimit Evropian që kemi këtu në këtë vend. Sot nuk e bën dot. Pra ti nuk mundet dot. Shqetësimin tënd nuk e merr askush përsipër. Dhe ky është një problem shumë i madh, është handikapi më i madh që ne kemi. Dakor, për dhe faktori brendshëm me gjithë gjërat e tjera, çfarë të duam ne? Shkaku i kësaj krize. Problemi më i madh është që vazhdon, pra këtu kemi luftë me vetveten pra. Ne jemi duke luftuar me njëri tjetrin se kush është i pari i partisë, se kush e ka pushtetin e opozitës. Është një pushtet shumë i rëndësishëm dhe pushteti i opozitës. Dakor, më Po ju them vetëm diçka, vetëm nga Partia Demokratike sot, rrogtar ke mbi 100 veta. Rrogtar që marrin rrogën. Minimalisht. Deri në këtë pikë ka shkuar Partia Demokratike përveç atij pushteti dhe të gjithë atyre privilegjive të tjera si opozitar që kanë
dhe që nga njëra anë dalin dhe vërtasin shesh me datë 20, siç është dita e nesërme, dhe nga ana tjetër kanë privilegjet e veta me leje ndërtimi, me pallate edhe me aspekte tjera. Dhe këto janë fakte, nuk është se janë kështu të hedhura në ajër. Ka do i nxjerri se kush janë këta dhe si ecën këta. Pra, nuk është se këtu shkohet se do ndryshohet ky regjimi i madh etj etj. Sepse zgjedhjet sapo janë bërë. S'ka mbushur viti. Do kohë kjo punë, nuk është e pamundur. Dhe nuk mundemi dot që të bëjmë një protestë madhe kombëtare të jashtëzakonshme, edhe i fusimi foltore me 200 veta ditë në hënë, kjo pastaj që kemi si relaks për një kafe. Çfarë do të thotë kjo? Protestat kur vin crescendo, pra në rritje. Pra do thotë që vjen duke u rritur gjithmonë dhe shkon në fund fare që nuk ikim nga këtu, rrethon kryeministrin, i gjithë populli paralizon jetën shoqërore, sociale, politike. I gjithë populli tash, i gjithë populli tani. Me që pretendohet. Një pjesë e popullit. Një pjesë pa popull opozitar, po themi, vjen aty dhe nuk largohet nga aty. Dhe masivizimi është i rëndësishëm pastaj në këtë moment. 500.000 veta sa ishin vota, besoj që i pret. 500.000 veta nuk i kemi këtu, po unë po flas. Ata që votuan po. Edhe 50.000 veta të vjedhësh aty në shesh. As 50, besoj ti është shumë. Si e lexon këtë mos efektivitet Partisë Demokratike në arritjen e objektivave? Unë kam mendim ndryshe nga ty dhe besoj edhe nga parafolësit e tjerë ku kemi qenë edhe panele bashkë që opozita po performon keq. Nuk besoj që opozita po performon keq, më shumë se kaq nuk ka çfarë të bëj për hitën e vërtetës. Është një opozitë. Kemi kandidat që po thjesht do luajmë. Jo, prit pak. Jo, prit ta jap analizën. Ato njerëz që vinë aty. Po mos më gjyko. Jo, prit pak. Ato njerëz që vinë aty. Po më le ta mbaroj tani. Do marrin autobus dhe rrinë. Tani unë po flas si qytetar, nuk po flas si demokrat i zhgënjur. Tani nëse ti më thua mua, bëu demokrat, unë s'do flas si një demokrat i zhgënjur. Unë demokrat jam, more. Do të s'bëni ju që jeni rritur në komunizëm. Në demokracinë se ne s'keni. Po ka jaket blu. Ka zajme simbolik. Ata mos e thuaj. Ka ca indicie kod e fundit. Po ti jesh për mua, po ti jesh vetëm rrit ajo Ne që jemi rritur pas 90-s kemi shanse të bëhemi. Ju para jeni të rrezikshëm. Po rritet teza. Po kthehemi pak te teza. Tani kur të marri partinë se ka një arbrita jashtë vendës kryetare. Patjetër, edhe do të marrë edhe ty të punosh me stafin tim se je këshilltar shumë i mirë. Po me këta i cili mos paguam. Dhe po thoshja, kem të situata që opozita nuk më bëjmë shumë se kaq. Jemi as një vit nga zgjedhjet e kaluara parlamentare, nga goditja e fortë. Është një opozitë e cila po bën aksion në rrugë, pra bën aksion qytetar, është një opozitë e cila po merr pjesë në komisionin zgjedhor, po merr pjesë në komisionin e reformës territoriale, po bën politik, po prodhon teza, po jep ide. Është një opozitë e cila edhe në parlament nuk e ka bllokuar foltoren. Po të shikoni, nuk e ka bllokuar foltoren. Dhe ditën e sotme pati dhe debate. Pra është. Pra, që do thotë është një opozitë që po funksionon dhe në parlament dhe jashtë parlamentit. Më mirë se kaq, në këtë periudhë kohe unë nuk prisja nga opozita. Jam i surprizuar, duhet ta pranoj. Për mirë, prisja që mos merrte pjesë të reforma territoriale se thanë që nuk marrin pjesë. Por u kthyen, reflektuan. Që do thotë nuk po funksionojnë me atë agresivitet që kanë retorikën politike. Pra atje ku e kuptojnë që duhet të jenë, ata janë në sallën e parlamentit dhe janë në komisione. Pra që do thotë ne që mos marrin pjesë territoriale, që do thotë është një opozitë e cila kemi provuar, pra është një opozitë që kemi. Po ne po mos besojmë të nga PD. Apo i përgjigjet është një opozitë qytetarë thirrë. Është një opozitë e cila nuk po i bie murit me kokë dhe mua kjo gjë më pëlqen. Pra është një opozitë që po bën politik në të gjitha rangjet. Tani kjo, po. Diskutimi kush është? A mjafton vetëm kaq? Qartazi nuk mjafton. Ja, këtu pastaj është Marsit, si e shikon performancën e opozitës apo pafuqinë e opozitës për të shkuar për të arritur objektivin kryesor të saj? Unë kam thënë që pa u hapur opozita dhe pa krijuar një litere politike dhe pa ndodhur zgjedhje të lira brenda saj, nuk krijohet dot frymë politike. Edhe kjo hapje Marsit se hapje, jo, ata themu që quaj hapje. Çfarë do hapet më s'është bërë çarçaf? Jo, s'është hapur ka 18 vjet si parti. Kupton se ka akoma kryesi dhe ka akoma leadership drejtues ata që kanë qenë qeverinë 2013-s. Vjen keq. S'ka, domethënë nuk dini nëse ka ndonjë vend Bashkimit Evropian, meqense aspirojmë që të bëhemi pjesë e tij, që ka politikanë që kanë 25 ose 30 vite
pjesa e një partie, për më tepër një kryetar që ka 35 vite kryetar i partie. Po edhe leadershipi politik që janë ka ti, e ta gjëja. Në arbrit, ç'a duhet bëjmë më shumë opozita? Si? Ç'a duhet bëjmë më shumë opozita? Opozita. Po e thash, pse pak të duket ty qarkullimi i elitave në një parti politike, si kryhet fryma politike? Po dakor, po më i votuar. Nëse nuk bën, ta them unë, nëse nuk bën zgjedhje, po më i votuar del Sali Berisha nëse ti emëron kryetarët e degëve dhe përcakton listën antarësisë duke i vënë emrin në listë ditën e votimit atyre që janë proteje, diu që fiton 80-20 ose 70-30. Dhe arsyeja pse opozita është në këto shifra ku merr 50 mandate, do dhe di pse, sepse duke u manipuluar gara, në fund garës nuk t'jap dorën unë ty. Nëse ti fiton me drejt, nuk kam çfarë kemi atër mbetje. Ama nëse ti mua ma vjedh garën brenda partisë, do ketë përçarje, do ketë blerje të vetë oponentëve të caktuar brenda. Blerje, kur them blerje, them në kuptimin e ofrimit posteve, sa i ka një enturazh nga mbrapa, ka një numër caktuar. Këta pra e cënojnë vetë që duke e afektuar procesin e zgjedhjeve brenda, sepse duan që fitojnë njerëzit që kanë afër tyre për ta mbajtur partinë, kjo shkakton jo vetëm uljet kotave politike, dhe këto arbrit ka se ti di se s'ka bërë njëri brenda një partie politike, as ka pasur kurreshte, me drejt. Dhe e dyta nuk bëhet jeta partijake me çfarë flet 2 teza, 3 teza vetëm në një studio mediatike. Vjen me idenë që unë do bëj këtë, do bëj atë. Problemi është që si ndodh vetë ajo që flitet qarkullimi i votës lirë dhe demokracia brenda një partie. Partia Demokratike problem kryesor ka që sot s'ka demokraci mendimi dhe s'ka demokraci zgjedhjesh brenda saj. Po të ekzistojnë të dyja dhe po të ishin vërtet të hapura, nuk do ishte probleme, se është Sali Berisha, se është dikush tjetër. Edhe çfarë ndodh këto, përveç se shkaktojnë këto fenomene që thash, bëjnë dhe bllokim të ideve politike, të frymëmarrjes politike dhe të gjithë qëllimeve të tjera. Dhe çfarë ndodh që dalin figura që kanë të humbur fatin politik, s'ka asgjë çfarë humbasin dhe fillojnë këta lëvizje kot boshe. Dhe kjo është akoma edhe më negative, sepse godet realisht ata që mund krijojnë lëvizje të vërteta. Dhe dëmi më i madh që ka ndodhur Partisë Demokratike, vazhdoj ta them dhe them gjithmonë, është krijimi i foltores. Po të mos ishte bërë për çfarë që ndodhi Partisë Demokratike, sot Partia Demokratike do ishte në pushtet 2025. Marsil, të falenderoj. Armër, kishe një koment, duhet ta mbyll. Komenti është se sa do jetë gati për pushtet. Partia Demokratike do të duket tek zgjedhjet e prillit. Nëse do ketë një rifreskim të strukturave, Këshilli Kombëtar, kryesia, futja figurave të reja në poste të larta drejtuese brenda partisë, atëherë do thotë që kjo parti e ka seriozisht që të jetë konkurruese në 2027-ën. Nëse do kemi këtë pra po them. Nëse do kemi të njëjtët personazhe, të njëjtat figura, atëherë do bëj politik, po nuk do jetë një alternativë serioze për pushtet.